jam në zemër të njërit prej kryeqyteteve më të vegjël të Evropës, kryeqytetit të Slovakisë, Bratislava. Të jo tregoj, është një qytet, jam në Old Town, është qytet i vjetër, rreth 1100 vjeçar, i vogël, shumë piktoresk, por jo në përmasat e Pragës, Budapestit apo Vienës, por ka të njëjtën arkitekturë tradicionale, shifeni. Tani me që u gjeta në Vjenë, bëra një udhëtim deri në Bratislav për një gjë shumë interesante. Do shkoj në të njëjtin vend ku kam qenë në 35 vjet më parë. 35 vjet më parë kam qenë në Bratislav ku kam bërë këtë fotografi. 35 vjet më parë, tani do mundohem të gjej të njëjtin vend ku kam bërë fotografinë për të ribërë një fotografi tjetër mas 35 vitesh, kur kam ardhur këtu për herë të parë. Bratislava sapo kishte dalë nga komunizmi, nuk ishte Slovaki, ishte pjesë e Çekoslovakisë dhe nuk ishte ndarë akoma. U nda rreth një vit e ca më pas, mos gaboj 2 vjet, Slovakia me Çekinë, ndërkohë që qyteti ishte krejtësisht i rënuar. Tani fasadat e tij janë rregulluar, shikoj sa të bukura janë bërë. Rrugica që kam qenë atëherë ka qenë rrugica ngushtë, kujtoj që ka qenë të drejtim. Bratislava është një qytet me rreth afërsisht 450.000, 460.000 banor. Qytet që ka qenë gjithmonë në hijen e Vienës, sepse është shumë afër Vienës. Mund të ecet rreth 1 orë me tren të shpejt ndoshta 50 minuta për të arritur. Me gjithë pjesën suburbane shkon rreth 750.000. Është i gjithi me rrugica të tilla fantastike dhe në maj fare, siç e shihni, është kështjella atje në sipër. Edhe këto rrugë janë fantastike, të cilat të ngjisin deri te kështjella. Ndërkohë që kjo është pjesa historike. Qyteti i vjetër është i vogël, por nuk është aq i vogël sa që e mendojnë shumë vetë se e dëgjoj që thonë qytet. Jo, është një qytet që mund të kalosh një ditë të plot. Ka pasur gjithmonë një komunitet shqiptar që kur kam ardhur në fillim, kemi gjetur shqiptar të Jugosllavisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë që kishin ardhur në atë kohë për të jetuar në Bratislav. Tani po e afrohem zonës që mendoj që kam bërë foto. 35 vjet. Në atë kohë mbritëm me avion në Budapest dhe me tren nga Budapesti në Bratislav. Dhe një natë shkuam nga Bratislava në Prag. Shikoj sa e bukur është kjo zonë këtu. Në rrugë e vjetër prap. Çfarë qyteti bukur që është. Shumë i bukur. Qyteti është i mbushur me statuja interesante. Pasazh Old City. Të gjithë rreth rrotull janë restorante dhe bare. Ja dhe kjo pjesë sipër, shumë interesante. Tani jam duke shkuar drejt portës kryesore. Mbaj mend që rrugica ka qenë në portën kryesore, portën më të vjetër mesjetare të qytetit. Të gjitha këto dyqane që shihni në atë kohë kanë qenë dyqane shtetërore, nuk kishte asgjë sapo kishte filluar të ndronte diçka. Dhe kjo zonë të nxjerrë në shesh. Ashti janë duke shku Local Slovak Wine Tasting. Edhe një pasazh tjetër sa bukur është brenda tyre. The Red Lion. Tjetër pasazhet e brendshme janë shumë bukura. Po sa e bukur që kjo. Kjo është kish. Këtu ka disa nga kishat më të bukura që mund gjeni. Më duket se jam duke u afruar, po është kish. Jam duke afruar zonës, ka qenë pranë kësaj kulle fotografia, pra pranë portës më të vjetër mesjetare të qytetit. Shifa, tani, këtu kam qenë dhe duhet ta gjej patjetër. Slovakia ishte pjesë e Çekoslovakisë që pas luftës së parë botërore, më pas u nda në vitin 1992, komunistët e kontrolluan nga viti 47 deri në vitin 1989 në revolucionin e Kadifenj, kur Václav Havel, ose e bukur që nga kjo këtu po, që nga Republika Maqedonisë nuk kam thot,
kur Václav Havel, një shkrimtar i famshëm, u vun kryet revolucionit dhe u bë president i parë i Çekoslovakisë dhe më pas president i Çekisë, ndërkohë që Aleksandr Dubček, një Slovak me origjinë, që kishte qenë një nga protagonistët e pranverës Pragës në vitin 1968, u bë kryetar i parlamentit të Slovakisë, këtu arritet tani. Tu jam thuj se ngjitur me zonën, është kjo këtu. Këtu, kjo është dera e vjetër mesjetare e qytetit, jam në këtë drejtim, është e sigurt. Të tregon distancat, diku këtu ka qenë, që sa i bukur është qyteti në këtë drejtim, shumë i bukur. Do të shoh këtej. Aja, kjo është dera vjetër, atëherë jam shumë afër derës vjetër. Kjo është dera më e vjetër mesjetare e qytetit. Kjo është dera më e vjetër mesjetare e qytetit. Mihalska Brana. Pra kjo është që në shekullin e 13, vendi ku kam dalë fotografi është gjithë me këtë, do ta gjej, duhet jetë në të djathtë, besoj. Ta shoh eksakt. Slovakia është sot pjesë e Bashkimit Evropian, është një prej vendeve që po ecën, është pjesë e Euros, ka një komunitet shqiptar për rreth 1500 letësh, të cilët kryesisht vinë nga Kosova, Maqedonia, por edhe nga Shqipëria. Ka ambasadë shqiptare, tash është 1 orë nga Viena. Tani po kthehem prapë te Tauri. Ky Tauri shumë i bukur. Dhe tani arrita. Në mënyrë absolute. No, they're actually exiting Është kjo këtu. Është kjo këtu. Është absolutisht kjo këtu. Është kjo këtu, duhet ta shoh. Është kjo këtu. Është po kjo këtu. Jam i sigurt tani, duhet kthehem përballë dhe ta shoh. Kjo është rruga, ja dhe fotografia ime, është eksaktësisht këtu. Pra, me që po shoh e gjeta të njëjtin vend ku kam qenë. Është i njëjti vend ku kam qenë 35 vjet më parë. Pra jam duke ecur në të njëjtën rrugë, po të vija në këtë drejtim, ku kam ecur 35 vjet më parë, ndërkohë rruga përballë është fantastike, shifeni, në Bratislav të Slovakisë. 35 vjet mbrapa.